Pra, kjo çfarë po bisedojna vërtet është një dukëri problematike, me që shkolla është një institucion shumë i rëndësishëm, i cili renditet me njerë ngushtë pas familjes për me drejtu dhe me kahëzu realisht në të ardhmen e tyre qytetarë që mund të jenë të denjë dhe të bereqetshëm për shoqërinë, të rëndësishëm për veten e tyre, familjen e tyre, shoqërinë e tyre. Kjo çfarë po ndodh dhe çfarë po shohim tregon për një hendek në njohjen, kuptimin dhe trajtimin e dinamikave psikologjike dhe emocionale, në njohjen profesionale dhe trajtimin e problematikave, çrregullimeve, qoftë nëse ato janë çrregullime të sjelljes, qoftë nëse ato janë çrregullime neurozhvillimore apo tipare të personalitetit, por edhe tregon për vatra të fjetura, të pa identifikuara, të problematikave që vijnë prej familjes, si dhuna, presioni një farforme, pa drejtësit realisht, dhe ambjentet e pa përshtatshme për me zhvillu tipare të përshtatshme si një qytetari denjë një farforme. Prandaj kjo konsideroj që është një problematikë sistemike, zinxhirore, që nuk mund të drejtohet gishti në një adresë të vetme, po do të shihet nga një spektër i gjanë, dhe mendoj që është koha tani, realisht, se themi shumë shpesh këtë fjali për se cilin dukuri kur bisedojnë dhe shani, po vërtet është koha tani që edhe një zinxhir i lartë profesional, institucional, të rrumbullaksoj një tavolinë, një trezë profesionale me një ekspertizë të qartë dhe të thellë dhe të diskutoj shtruar në një formë profesionale, në një formë shkencore mbi këtë çfarë po e diskutojmë edhe ne sot. Zotëri Knaku, çka mendon për këtë?